dhe shumë të shijshme. Filloj me 2 vezë. Pra i rahim 2 vezë. Në qoftë se dëshironi më shumë, mund të dyfishoni masat gjithmonë. Por kjo për një familje është mjaftueshëm. Tu kemi një gotë jogurt. Krip rreth një lugë çaj, jo e mbushur plot. Tu kemi një pluhur pjekje. Pra miell kemi rreth 2 gota. Gotat e jetë njëjtë me jogurtin. Simas do thotë të jetë njëjtë. Pra brumi bëhet një brum pak më i trashë, do thotë jo brum shumë i hollë, sepse kjo nuk do ngjeshet me duar. Ky brum vetëm me lugë përzihet. Gjyshet tona i kanë quajtur petulla me lugë, mirë po unë sot do ju tregoj edhe një teknikë time të gatimit të këtyre petullave, se si e përdor një mënyrë ndryshe, shumë më praktike. Këto nuk kanë nevojë të qëndrojnë, do fillojmë me një herë me pjekjen. Mirë po fillimisht duhet të ngrohim vajin. Vaj duan pak më shumë për skuqje, kuptohet. Pra si që thash, këtë recetë gjyshet tona kanë quajtur petulla me lugë. Mirë po sot do ju shpjegoj diçka tjetër. Pra mund të merrni një qese, çfarë do qese, mjafton të jetë e pastër. Ta prenin këtë formë, mund ta qepni dhe pastaj vendosim brumin në këtë mënyrë. Pra brumin e kalojmë në qese. Kjo është një teknikë shumë e mirë për gatimin e këtyre petullave. Do ju ndihmoj shumë edhe ju në shtëpitë juaja, në qoftë se e praktikoni. Pra në këtë mënyrë brumin nuk kem nevojë ta prekim fare me duar. Po presim sa të ngrohet pak vaj. Pra vaji besoj është nxehur mjaftueshëm. Tani do shkoj me hedhjen e brumit.
Pra kjo është mënyra, si që tash, më e lehtë dhe më praktike. Pasi kemi vendosur në qese, në fillim do e prejmë në këtë mënyrë. Pra kjo është teknika që unë përdor për përgatitjen e këtyre petullave. Besoj që do ju vinë ndihmë edhe juve. Është shumë e lehtë. Po ashtu mund të nxjerrim forma të mëdha pak më të vogla apo siç ju dëshironi. Pra si që shehni, petullat skuqen nga gjitha anët për disa minuta, nuk ka nevojë edhe shumë sepse janë të vogla. Nuk ka shumë brum për brenda që të zgjasë edhe pjekja. Pra do vendosim letër kuzhinë në mënyrë që ta përthisin në vajin, edhe pse këto janë petulla që nuk marrin shumë vaj. Do të thotë nuk pinë shumë vaj. Do shkojnë me çokoladë sipër, me sheqer pluhur. Pra po e shihni që vaj nuk kanë marrë, do të thotë shumë pak. Është pothuajse masa e njëjtë ashtu siç e kemi hedhur. Pra kemi përfunduar me brumin. Unë kam zgjedhur të shoqërojmë për sot me një reçel molle, me arra, do të thotë i përgatitur në vjesht. Por këtë reçel mund ta përgatisni edhe tani sepse ka molla kudo. Është një recetë shumë e thjeshtë përgatitje, por është shumë e shijshme. Ka një shije më ndryshe sepse është e kombinuar edhe me arra. Pra kjo është që unë kam zgjedhur, por ju mund të zgjedhni sipas dëshirës. Me çka ti shoqëroni, mund t'i shoqëroni me djathtë apo me recetë të ndryshme. Edhe më sipër pak sheqer pluhur.